kini parasysh që BE-ja nuk është vetëm pasaporta, nuk është vetëm pasaporta, është ajo gjëja direkte individuale që secili e merr. Pra, nëse thot dikush, "Ç'a marrun nga BE-ja?" Ti personalisht merr një status që asnjëherë shqiptarët s'e kanë pas. As prindërit e tu s'e kanë pas, as gjyshrit e tu, as tërgjyshrit. Ti merr statusin e të qenit i barabart mes barabartësh në këtë kontinent, ti personalisht. Por, për te kësaj, BE-ja, qa i jep Shqipërisë? Qa fiton Shqipëria? E gjitha. E para, shumë më tepër siguri. Sot bota nuk është më aq e sigurt sa ç'ishte. Sot lufta nuk është film bardezi që e shef nga dokumentarët e vjetër. Sot lufta është ngufi me Europën. Dhe çështja e sigurisë është më e ndjeshme dhe më e madhe dhe më prioritare se ç'ishte deri dje. Dhe më mirë atje me ta se sa jashtë.